Akiçakun, i cili vinte nga rezultate shumë të mira të policisë. Aty pastaj kur e kuptoi që nuk po hecse me njerëzit të cilët nuk bindeshin në mënyrën e tij për të drejtuar ashtu, gjeti Ardi Veliun, gjetja më e madhe e tij, domethënë, ku diun, një histori qesharake e policisë së shtetit, ama kishte një gjë. Ardi Veliut i ndodhen skandalet më të mëdha që mund të ekzistonin në këtë vend. Kishte ngjarje të jashtëzakonshme dhe ai nuk dha dorëheqje në asnjë moment. Një ditë të bukur dha një dorëheqje, cilën kur kush nuk e dinte kush e kishte shkruar, me 22 gabime ortografike, ashtu sikur nuk kishte sekretare. E sot e ka vendosur sërish në një pozicion. Por pse e largoi ai? E pa që i duhej në fakt një goditje ndaj krimit, i duhej të rregullonte diçka. Edhe merr Muhamet Romullagun, i cili mos harrojmë që edhe ai një polic në vetvete bëri disa goditje. Mos harrojmë që me urdhrin e tij dhe në një aksion të drejtuar prej tij, ju kapën dikujt në Baçë 3 milion euro, të cilat nuk duhet kapeshin. Apo nuk më harrohet që e vetmja vrasje e zbardhur në Lezhë, ishte i vrasje që ai në cilësinë e drejtorit shkoi në Lezhë i shqetësuar sepse ishte përpara zgjedhjeve dhe vrasja për 2 javë u zbardh. Ama në Lezhë kemi edhe 100 vrasje të tjera. Asnjë e hetuar, asnjë e zbardhur. Të gjitha pa autor, në qarkun e Lezhës, se vrasjet mund të jenë Mirdit, Kurbin, se kanë vatra, po, se janë vatra që ne i dim, po. Mamurrës, Fushkuqe, nuk për 2 javë. Pastaj, pas kësaj? Kaloi dhe pa kohë, nuk i duhej më, dhe vjen. Proda e rregulloi disimet të një goditje, dhe erdhi Proda. Kjo është mënyra. Po mos i vër pikë te Proda, si e cilëson Prodën ti, se këta më përmendet ca specifika. Po nuk e shiko, duke qenë se ky unë mund të flas, po kur të largohet nga detyra, se i ditë do largohet. Në mos sot, nesër pas i viti, nuk kap, i ditë do largohet. Dhe me që është në detyrë, nuk po dua sot, e di pse, sot gjithë i bëjnë një pyetje vetes, se ku është policia. Nuk ka nevojë të mbushun mendjen e opinionit publik. Nëse kanë policinë që duan, apo jo. Janë në rende dhe sigurinë e duhur, apo jo. Në një Tiranë ku kushdo mund t'i japi automjetit si t'i doj qefi atij. Në një Tiranë ku çdo njeri qëllon me armë kur doj. Dhe vetëm nëse ka plagosur dikën mund të ketë një vendngjarje. Në një Tiranë ku mund të shesësh ashash lirshëm. Ke shkollat. Po kudo. Çdo njeri e kupton, nuk ka nevojë fare që të rriun të bëjnë një moral nëse kemi policinë e dur dhe që duam, apo jo. Ku fillon? Çdo kush mund t'i bëjë një pyetje, thot, po ky me policinë, po kë takojmë ne në rrugë? Është i paaft Proda, po thua? Ne në rrugë takojmë vetëm policinë e shtetit. Dashur, pa dashur, organizata e policisë është më e rëndësishme në këtë vend. Për një gjë, doganierin, edhe pse ne akuzojmë, nuk e takojmë. Se ne 3% e popullsisë mund të ketë punë me doganat. As 1%. 99% të tjerë vetëm e dëgjojnë doganierin si një njeri të akuzuar. Ne nuk e takojmë një tatimor, se vetëm 2% e kësaj popullsie ka lidhje me tatimet. 98% e tjera s'ka lidhje me tatimet. Kë takojmë? Policinë, se aty ecim. Një policë të qarkullimit rrugor e takon sepse 97% e shqiptarëve janë drejtues mjetësh në moshë madhore, kuptohet, mbi 18 vjeç. 97% përdorin mjete.
përveç të varfërve që takojnë çdo ditë edhe fatorinën e autobusit, të tjerët vetëm policin takojnë. Ai është përfaqësuesi i shtetit në rrugë dhe kjo është e rëndësishme. E para që ai të ketë etik. E dyta të sillet mirë. E treta të kuptojë që duke qenë se jeton sidomos në kryeqytet, në fillim në ata Akademinë e Rendit duhet ta trajnojnë për etik dhe edukat.